pa dhe titullin e pjesës parë të bisedës. Unë që flas kështu, shumë njerëz mund të thonë, ore, ky na ngjan një çik me këtë çështje se harrova emrin atij. Pilinçi, Pllum Pilinçi, për cilin kam shumë respekt në fakt. Po Pllum Pilinçi, për mendimin tim, se analizoj unë, ka qenë i ngarkuar i Deep State-it për të marrë ai kontrollin e botës shqiptare në Ballkan dhe për të bërë arkshiqetën myslimane ballkanike. Por mbas goditjes së Dodikut nga Trumpi, ose pazareve që ai të largohet, sepse shkëndijin për ata që nuk e dinë, po flasin për Milorad Dodik, liderin e Republikës Serbe të Bosnjës. Presidentin. Dhe Dodiku dha dorëheqjen para 10 ditëve dhe Shtetet e Bashkuara i hoqën non grata. Ka qenë, mendoj unë, një marrëveshje mes Putinit dhe Trumpit që Ballkani nuk do të trazohet. Kundër marrëveshjes që ka qenë për të krijuar arkshiqeta myslimane ballkanike dhe për të cilën punonte Edi Rama, punonte Hashim Thaçi, të cilit ja ndrovi mendjen Trumpi dhe i thiri bashkë me presidentin serb për të firmosur për ruajtjen e stagnacionit ballkanik, për të njohur Serbia, Kosovën dhe Kosova të kishte të drejtë të vetë vendoste për fatet e ardhshme të saj politike, duke përfshirë edhe bashkimin me Shqipërinë. Dhe Vučići pranoi lumtur, sepse Vučići nuk do që të ketë konflikt në Ballkan. Dodiku do ishte ajo që do ndiste shkrepsen në këtë ambient të lyer me benzinë nga ndërkombëtarët. Tha